Atëherë të nderuar miq, do të vijojmë programin e mëngjesit me minutat 8 shumë shpejt me zotin Albert Habazaj, që është Habazaj, drejtori i bibliotekës Nermin Vlora Falaski në Universitetin Ismail Qemali. Kemi këtë linje pak në mënyrë klandestine me Vlorën. Mirëmëngjesi, zoti Habazaj, më dëgjon? Mirëmëngjesi, ju dëgjoj shumë mirë. Ju falenderoj vërtet për gatishmërinë tuaj që për programin e mëngjesit festiv këtu në RTK Radio 1 të zhvillojmë një bisedë të drejtë për drejtë me Vlorën e Flamurit, me Vlorën Ismail Qemalit, me Vlorën tuaj zoti Habazaj. Faleminderit. Me Vlorën tonë, me Vlorën tuaj, me Vlorën e gjithë shqiptarëve, pjesë e ST-s. Sepse nëntori është i gjithë shqiptarëve. Po. Janë shumë data të 29 nëntorit që bota shqiptare i feston pavarësisht se ku është, në Ballkan, në trungën e tyre të përbashkët apo edhe gjithku në botë. Është e vërtet. Të paktën këtu në Vlorë, ky nëntor që shumë i bukur dhe me mesazhe të plota simbolike për gjëra më të mira, më të bukura, më të përpërua dhe me dritë për shqiptarinë. Ne festuam 116 vjetorin e alfabetit të gjuhës shqipe në datën 22 nëntor. Sot Vlora dhe gjithë shqiptaria vërshon drejt sheshit Flamurit dhe unë po pres menjëherë mbas kësaj interviste shumë të bukur dhe simbolike me mesazhe të qarta të shkoj atje bashkë me vëllezërit tan, siç grita Flamuri këtu në balkonin e shtëpisë time, ta ngrënë dhe atje në qytet kur simbolika jon. Dhe sot Vlora është e veshur me ngjyrën e Flamurit. Nëse Vlora dhe gjithë Shqipëria do të jetë e veshur me ngjyrën e lirisë. Pra vjeshta në Vlorë dhe në Shqipëri ka ngjyrë lirie, jo vetëm në kuptimin simbolik, por duhet të ketë në kuptimin jetësor qytetar që mos ta duam vetëm në mënyrë patetike Flamurin dhe çlirimin, por ta duam me tërmend, ashtu siç e meritojmë ne, të jemi qytetar ndër të tjerët. Pjesë e ST-s, edhe Shqipëria të jetë një lule midis shoqeve. Siç thoshin rilindasit tanë të ndritur që luftuan me shpirt, me gjak, me gërma, jo me gërma shkronja shqipe, po me lule shqipe. Me lule shqipe. Dhe ne ta vijojmë këtë stafet, sepse i nderuar vllau em kam këtë fjalë për të thënë. Në qoftë se dëshmorët tanë në Prekaz, në Gjakov, në Janin, në Çamrin, në Tërbaq, në Myzeqe, në Dibër, në Ulqin, Tuz, e gjithandej në Tropoj apo në Skrapar, luftuan edhe anë gjakun, e themi atë këngën, lule more trima, qerar pra dhe, e ka thënë populli, as ti as unë, atëre ne, unë, ti, duhet të japim apelin atë kushtrimin ton, ju e bë detyrën. Çfarë po bëjmë ne? Ne tani, e pra. Ndërkohë, biblioteka juaj ka patur një varg aktivitetesh me çka emrin edhe kolosit Ismail Qemali, gjatë kësaj periudhe kohore. Po për ditën e sotme e keni lënë institucioneve lokale dhe qendrore, për të organizuar këto aktivitete për shënuar 28 nëntorin ditën e Flamurit. Pikërisht para 22 nëntorit, 116 vjetorit alfabetit shqipe, fest zyrtare, fest gjithë shqiptare, nderimtare. Ne patëm 30 vjetorin e Universitetit Ismail Qemali dhe kemi bërë aktivitete të mrekullueshme, ku përfshin akademik, profesor, student, nxënës të shkollave të mesme, edhe politikanë të erdhën. Me i ftuam me synimin që të bëhen më të mirë, më të devotshëm për Shqipërinë. Pa. Atë funksion që u ka dhënë populli, ta dhënë për Shqipërinë, jo për xhepat e tyre, sepse Ali Aslani na qorton në rënd me ato vargjet e tij. Vërtet, fatkeqësisht, janë apel dhe sot e kësaj dite, hani, pini dhe rëmbeni, e të tjerët që ju e dini shumë mirë. Ndërkohë, unë ndiej mirë që edhe si drejtues i bibliotekës së Universitetit Ismail Qemali kam qenë pjesë e buletinit shkencor, kam qenë pjesë e himnit, jam autori i himnit të universitetit, që u ekzekutua për herë të parë në
vigjilje të 28 nëntorit dhe 3 dhjetorit të universitetit. Ndërkohë, unë, mbasi të ndajem vetëm fizikisht nga ju, po bashkë me ju dhe shpirtërisht me ju, besoj që vargjet e mia që kanë bërë këtë ditë do t'jetë dhe tuajat. Keni dëshirë të them? Faleminderit. Jeni ju të parët, para se ata marrë vesh ata shqiptarët e shesit të flamurit, pavarësia na flamuron zëmrat vlorërisht. Çfarë bëri me trimat Ismail Qemali? E di dhe gjyshi, dhe babai dhe djali, që ndezi zjarri në shtëpisë shqiptare kur dinakët donin ta shuanin fare. Po Shkodra dhe Lezhë dhe Kruja Janina, Prizreni dhe Shkupi dhe Ori Janina, Pa? Plaku i Bardh dhe Luigi Mundje Diell, Bacais dhe Rasim Dino i Çamëris në mbushë me diell. Mario Posio, stafetën e Elena Gjitës, e ngriti si kuror të bukur të dritës. Dhe qirinjve të dheut u fale munë, lar me diell, qelluar me fortunë. Zoti Abazaj, faleminderit që morëm këto vargje nga ty, sepse minutat po ecin shumë shpejt, jemi para edicionit të orës 8. Fare në fund të kësaj bisede për 30 sekonda një mesazh drejtuar liderëve politik shqiptar ande e këtej kufirit me rastin e 28 nëntorit. Dhe Dibra dhe Delvina dhe Hasi dhe Hoti dhe Lav dhe Marsori kanë frym Kastrioti dhe Çami dhe Muzëqari dhe Ulqiraku që kur janë firmë lirie dhe këngë për flamur, siç jemi ne tjerë ata. Zoti Abazaj, faleminderit shumë që zhvilluam këtë bisedë të drejtë për drejtë nga qyteti i flamurit Vlora. Sot këtu tek programi i mëngjesit në RTK Radio 1 me rastin e festës së flamurit, festës së gjithë botës shqiptare. U bës Shqipëria siç ka ndruar para tanë. Natyrale, Shqipëria e parë, ajo Shqipëria e parë. E lëm me këtë emër. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit. Mirupafshim. Të fala të gjithëve në Vlorë. Mirupafshim. 2 dete me të fala nga Vlora. Për gjithë kosovarët, për gjithë çamët, për gjithë turqinakët, për mbar shqiptarin ton të mrekullueshme. Jemi të mirë shumë. Faleminderit. Mirupafshim, gjithë mirat. Mirupafshim. Kishim në lidhje të drejt për drejt nga qyteti i Vlorës zotin Albert Habazaj, që është drejtori i bibliotekës Nermin Vlora Falaski në Universitetin Ismail Qemali. E ne tani të dashur dëgjues kemi arritur kështu krejt në fund të programit të mëngjesit për ditën e sotme. Mos më thuaj që ecën minuta kaq shpejt, ha? Sillim edhe gazetarët tanë të cilët gjenden edhe në qytete të tjera të Kosovës, por natyrisht do të jetë pas pak Valtona me Lorikun, edhe do të dëgjoni edhe atmosferën që po mbretëron nëpër qytete të tjera, edhe me materiale të tjera natyrisht do të jetë një program festiv në të gjitha emisionet e Radio Kosovës. Të gjithë gazetarët tanë janë angazhuar që të sjellin një atmosferë sa më të mirë edhe sa më origjinale për atje ku ndodh edhe festa. E ne ju falenderojmë shumë që keni nisur ditën me ne që nga ora 6 edhe deri në orën 8 apo jo në ty. Kemi qëndruar bashkë për 2 orë të tëra në këtë programin festiv të programit të mëngjesit në RTK Radio 1. Faleminderit edhe një herë, gëzuar gjithëve 28 nëntorin. Gëzuar 28 nëntorin edhe vazhdoni të qëndroni edhe më tej me valët e Radio Kosovës. Menjëherë pas programit të mëngjesit do të jeni me edicionin e lajmeve të orës 8.